Zenel Duraj, kriminel i vërtet. Gendi Ema, mashtrus, manipulus, intrigant. A mundeni ju të gjithë? Se nëse pësoj gjë sot i Banushi, edhe ti dhe vajza jote, edhe ti Gendi Ema, edhe ti Zenel Duraj që mbaje banesën live. E kishe live, sepse sa biseduam ne, dava 7 minutash, 9 minutash të marrë mbrafsh dhe kishe dëgjuar bisedën që u bërë në banesë. Të gjithë ju, a e dinit kush jam unë? Se keni ditur. Që këshu, jam unë ajo sot që kam lënë faktet reale. Dhe ka qënë Edlir Tana, në bashkëpunim me Sonila Banushi. Edlir Tana, sa familje prishe. Morem qaf një familje tërë duke përdor një të mitur. Morem qaf familjen Banushi. Po familjen Banushi nuk e mora, unë e mori vetë vajzë tyre. Se jeni ju dhe veprat tuaja në ato video. Edlir Tana, 15 preve motorin kapull. Në vite me radhë, përdore një të mitur. Në vite me radhë, ike në kamer. Kur flia gjumë qëfar bënit. Edlir Tana, të dha Alba Gjika dhe shtetit të drejtën të mi bësh ato. Më i që më qoje gjërat në një vënd dhe thoshje së ban matë, s'di kujde. Sa bukur duke shti dhe Sonila në atë kamer. Edlir Tana, ke qenë 25 shtator që ke bërë krim, më që njërsor akoma. Por s'ke fajti. Ka faj Sonila Banushi që të la. Sepse vetëm titulli psikologe duhet të ndalonte. Panajot, nuk shehesh dot. Ne dy kishim një bisedim. Dhe të thash, manjak. Manjak ishe ti. Manjak ishte Zenel Duraj. Manjak ishte Artur Pietri. Manjak ishi të gjithë. Që mbanit një banesë në mbikëqyrje dhe unë dija që ajo banesë se dinin të tëra dhe i thoshja ndryshe. Edlir Tana, a do fshesh dot çfarë ke bërë ti në atë banesë. A do fshesh dot Alba Gjika, Spartak, Elida Hoxha, Gendi Ema dhe të gjithë. Sonila Banushi, duke përhapur gjithandej helmin tënd për të fshehur mashtrimet e tua apo problemet e tua, lejove një Edlir Tana të kryej kaq krim mbi një fëmijë, mbi mua dhe mbi veten tënde. Dile Elida Hoxha. Dhe kur ti shikoje të gjitha këto bashk, sa do duroje emocionalisht. Dhe kur unë u godita emocionalisht, si Edliri dhe Sonila pretendonin, mos mësoja unë deri në fund të gjitha. Sa goditje emocionale pësova, duke parë dhe ti mbirë në hashish. Florian,
Nëse pësoj gjë birim, do t'ja pun drejtën ligjore t'ja hapësh qita. Edlir Dana, ti do paguash që ke bërë krim në vite. Ti ishe që mbyllë shpini fundit. Ti je hajdut, krimineli pa mëshirshëm. Duke ditu se qatë probleme sjell, mundohesha edhe të paguaja mirëqenien tënde. Të kisha thënë ke zaptuar shpinë Artur Pjetri dhe Zdivje, sepse ty ta dha drejtën Sonila Banushi, se t'ishte për mua. Kishe dalë me shqirë më jashtë.